Kryetari i Bashkisë Pogradeci Ilir Xhakolli ka zbarkuar në teren për të parë nga afër situatën e përmbytjeve në fshatin Buçimas në zonën e Mokrës dhe Gorës. Xhakolli bëri me dije se ka shumë probleme pothuajse në të gjitha zonat e prekura nga përmbytjet. Ka rreth tani ben gati 24 orë që e gjithë bashkia është në kemp, gjitha grupet e emergjencave janë ndarë në përgjithë, sepse nuk është vetëm Buçimasi, pra. Kjo njësi administrative, por në fakt kjo është prekur më shumë, sepse ka edhe një pjesë të konsiderueshme në qytet, edhe në zonën e Mokrës, po edhe në një pjesë të zonës të Gorës. Ne kemi vajtur me grupet e punës në për gjitha shtëpitë që janë prekur nga përmbytja. Patjetër që bashkia do marrë në konsiderat kërkesën e tyre, po ne s'kemi pse t'i lejmë ata në një gjendje të tillë, ju kemi siguruar që ata të marrim shtëpi me qira deri në momentin që të riparohen shtëpitë. Patjetër që do vazhdojmë edhe sot të jemi në gatishmëri, sepse edhe parashikimet kështu janë këtu. 2 banesa janë jashtë funksionit për të banuar, sigurisht që ata janë familjar me fëmijë, të 2 këta janë të sistemuar me bonus qiraje. 2 lument janë më problematika i Vërdovës dhe i Rëmen, që të 2 rrjedhin në liçeni i Pogradecit. Ne për to kemi hartuar 2 projekte. Xhakolli u shpreh se të shtunën grupi i inxhinierëve do të jetë në zonë për të bërë projektin e shtëpive të dëmtuara.